çfarë kuptimi ka kjo fjala syfir? Ta qartësojmë. Këshire, janë do terme të cilat përdoren për shembull te muslimanët, dhe këtë muslimanët e dunjës i dinë. Desh shqiptar, desh turqeli, desh arab, desh kinez, desh indonezian, çka dush që t'jetë, do thotë e kupton. Kur ti thuaj për shembull atinat Malizisë, ezan, e merr vesh se është thirrja për namaz. Kur ti thuaj për shembull atinat Amerikës sala, e merr vesh puna që janë koka për namaz. Po kur ti thuaj këtij shqiptarit syfir, e merr vesh diçka koka e lidh me Ramazanin. Ashtu që syfiri do thotë është një para pregaditje për me agjinu, që do me thonë do të me hongër buk. Po atë qëllimin që ka dush me hongër buk, në atë kuptimin e fikut islam, çka e ka? Me onal pi hajës, edhe pi pijës, edhe pi epsheve, me një jetë. Te këtë jeti, prej lindjes dilit, të perëndimi i dilit, për hir të Allahu dhul xhelal. E kjo pra është syfir, apo është do thot me bo një jetë me agjenu. Nëse mujna me spjegu kështu, Allah ka të narë që shqip. E për atë arsye pra ka dalim, një dalim i madh shumë shka përdu me spjegue, nëse për shembull dikan e ke shtinje me një sobë, edhe mos me ke burgos, po si ke dhonën as me hangër, as me pije, e këtë jetin syfir. A ka agjenu ki? S'ka agjenu. I ka nejtë veç pa buk, kapitan. Pse? Për atë arsye se ka bo një jetë ki. Ama ka dhe njëherë, ka plët njerëz, ja ke pa, qohët në syfir, kur ta pash midis drejtës, ka haru gjënoj. Pine uja hanë buk, kapitan. Kur i të gjejë me Ramazani, vëllaj pas në haru, kapitan. I do thot e plëson Ramazanin, pse se Allahu dhul xhelal ka dasht me ushqyje, edhe ka dasht, kapitan, me i dhonë ujë me pi. Pse se e ka bo një jetë ki. Pa marë parasysh pse ka hongër, pse ka pije, dhe thot se e ka bo një jetë me agjinu. Ashtu që një jeti është qaj që ka i dalon veprat. Kur dush mu falë, e ban një jetë. Kur dush me prej kurban, e ban një jetë. Kur dush me shku në haqë, e ban një jetë. Kur dush me agjinu, e ban një jetë. Kur dush me dhonë zeqat, e ban një jetë. Çdo punë është me një jetë. Për atë arsye pra është një hadith i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot innamal a'malu binniyat. Secila punë është me një jetë, ashtu që edhe Ramazani e ka një jetin e vet, edhe e ka atë shpërblimin e vet. Inshallah Allahu dhul xhelal na shpërblen do thot për një jetë të cilat i kena. Amin. Me rastin e Ramazanit. Amin.